Këtë fundjavë mira izraelit u mblodhen jashtë Ministrisë së Mbrojtjes në Tel Aviv. Protestuesit kërkuan nga qeveria izraelite arritjen e një marrëveshjeje me Hamasin për lirimin e pengjeve. Javën e kaluar në Washington, presidenti Donald Trump konfirmoi se administrata e tij zhvilloi për herë të parë bisedime të drejtpërdrejta me Hamasin, një ndryshim i politikës së kahershme amerikane për të mos negociuar me terroristët. Po diskutojmë me Hamasin, jemi duke ndihmuar Izraelin në diskutime sepse po flasim për pengjet izraelite. Ne nuk po bëjmë asgjë në lidhje me Hamasin, nuk po japim para. Në fakt, unë sigurova lirimin e 59 pengjeve pa dhënë asgjë, thot presidenti Trump. Të dielën në mëngjes, mbështetësit dhe familjarët e pengjeve u zgjuan në tenda jashtë Ministrisë Izraelite të Mbrojtjes. Mesazhi i tyre ishte i qartë, jo konflikte të reja me Hamasin dhe sigurimi i një marrëveshjeje për lirimin e pengjeve. Ka 10 njerëz që u bashkuan në thirrjen tonë për qeverinë që lufta të ndalohet dhe të gjitha pengjet të kthehen në shtëpi, thot Ayala Metzger, familjare e një pengu të vrarë. Ditëve të fundit, një negociator i administratës Trump u takua me Hamasin për të diskutuar një marrëveshje për lirimin e pengjeve, një takim që ai e quajti shumë të dobishëm. Mendoj se brenda disa javësh mund të shohim rezultate. Besoj se ka hapësirë për të vepruar midis asaj që Hamasi dëshiron dhe asaj që ata do të pranonin, dhe asaj që Izraeli dëshiron dhe që është e pranueshme për ta. Mendoj se mund të arrihet një marrëveshje për lirimin e të gjithë të burgosurve, jo vetëm atyre amerikan, thot Adam Boller, i dërguar amerikan për pengjet. Ndërkohë, palestinezët në Khan Yunis të Gazës po përballen me mungesë të gjërave thelbësore. Izraeli vendosi një bllokatë totale për të gjitha mallrat në enklav, duke përfshirë ushqimin, karburantin dhe ilaçe deri në lirimin e 59 pengjeve që po vazhdojnë të mbahen në Gazë nga Hamasi. Palestinezët thonë se po presin me orë të tëra për të marrë një bukë për shkak të mungesës së energjisë elektrike dhe drurit të zjarrit për gatim. Izraeli thotë se të hënën do të dërgojë në Katar një delegacion për të vazhduar negociatat me ndërmjetësuesit nga Egjipti dhe Katari.